të atyre që ua ka stampuar bufi i Knedës me të gjithë kukumjaçkat edhe kuat e Knedës që unë shpopullova Shqipërinë. Dhe flasin sikur lëvizja e shqiptarëve dhe largimi i tyre drejt Europës apo vende të tjera filloi kur erdha unë në qeveri. Ndërkohë që po të shikosh të gjithë trajektoren e lëvizjes së shqiptarëve, është shumë e qartë se si ka ndodhur, kur ka ndodhur, si është zhvilluar, çfarë dinamikash ka pasur, kur ka pasur ngritje, kur ka pasur atë mesataren e vet të palëvizshme. Tani nuk e kuptoj fare 97-ën, 98-ën, 2011-ën, unë isha në detyrë kur ka pas ikje shumë më masive, çfarë janë këto muhabete? E para, e dyta, ju emigrantat ti Zamir jeni në Europë, me që thua kështu, por jo të gjithë shqiptarët e Europës kanë mundësinë e qytetarisë europiane, pra pashaportën e vendit ku janë. Ka një pjesë që janë fatmirësisht edhe qofshin gjithmonë të bekuar, të respektuar, sepse falë punës dhe mundit tyre të jashtëzakonshëm janë qytetarë me pashaportën e të vendit BE-s ku jetojnë, por një pjesë e madhe nuk e kanë. Nuk e kanë. Dhe do ta marrin përmes Shqipërisë. Se duhet kuptuar kjo gjë, Zamir. Duhet kuptuar kjo gjë. Nuk bëhet fjalë për një dokument tjetër udhtimi. Pra, pashaporta shqiptare që ne kemi është një dokument udhtimi. Ndërsa pasaporta për cilën flas unë e Shqipërisë, antare e Bashkimit Evropian, pasaporta në kopertinën e cilës shkruhet Bashkimi Evropian, Shqipëria, European Union Albania, nuk është një dokument udhtimi, është një status i ri qytetarie europiane për çdo shqiptar. Është dokumenti që provon barazin e plot në liri dhe në të drejta të çdo shqiptari, si çdo qytetar tjetër europian. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që me pasaportën që ne kemi aktualisht, ne udhtojmë, është e vërtetë, lëvizim, por nuk ndalojmë dot. Nuk qëndrojmë dot. Hym, po duhet dalim. Apo jo. Dhe për këtë arsye kur shkojmë në për pikat hyrëse të Europës, na vënë një radhë tjetër, na numërojnë si delet dhe na marrin pyetje. Një e nga një. Ku po shkon? Sa lek kemi vete? Kusht ka ftuar? A ke rezervim hoteli? Ku do rish? Pse po shkon? Sa do rish? Edhe pastaj vjen e pyetja më e bukur. Kur do ikësh? Ti nuk e hyr akoma atje. Dhe mbasi ka përxen atë prag, ti duhet kthesh. Nuk ndalon dot. Nuk punon dot. Sepse nuk e leje qëndrimi, nuk e leje pune. Dhe po deshet ndalosh, kërkon azil. Dhe prandaj numërohen shqiptarët si azilant. Ndërkohë që çekët, polakët, hungarezët, rumunët, bullgarët, grekët, italianët lëvizin masivisht, shkojnë e vinë, rrinë ju Italisë në mënyrë të është si Shqipëria, në mënyrë të vazhdueshme, ikin, nuk i thot njëri, por e çfarë janë këta, ku po shkojnë, shpopullimi tërci-vërci. Sepse janë qytetarë të barabartë brenda gjithë perimetrit të Bashkimit Evropian dhe mund të shkojnë, mund të vinë, mund të lëvizin, pra me hyrjen në Bashkimin Evropian,
një vend bëhet i madh sa Bashkimi Evropian. Dhe siç lëvizim sot nga Shkodra në Vlorë, pa asnjë egzagerim. Lëvizim nesër nga Tirana në Lisbonë. S'na ndalon njeri, s'na pyet njeri, mund të shkojmë të trokasim në çdo pikë për të kërkuar punë, kemi të njëjtat drejta, ku shkojmë për studime, nuk jemi më student huaj, jemi student evropian, e të tjera, e të tjera, e të tjera. Kuptove sa mirë se u zgjata pak. Ngeli harta vetëm në jug, turp të ndani Shqipërinë në dysh. Elez Lala. Ky komenton lidhur me infrastrukturën. Elez, një ndër veprat më të mëdha, më e vështira rezultoi. Por dhe një nga më të konsiderueshme nga marrë financiare është rruga e Arbërit. Kjo shkon në jug apo shkon në veri? Si është sipas teje? Është në jug dhe mund nëse marrim edhe Kosovën dhe konsiderojmë Kosovën veri. Po nëse i rrim Shqipërisë brenda hartës zyrtare sot, është në veri edhe në fakt është në zemër të veriut, se është këtu. Nëse kjo është harta, është këtu libra. Rruga e Thethit është në jug apo është në veri Elez? Si e mendon ti? Unë them është në veri. Rruga që shkon në Vermosh, deri lart, që përshkon gjithë Malësinë e Madhe, është në jug apo është në veri? Unë them që është në veri. Rruga e Lurës, sipas teje, është në jug apo është në veri? Unë them që është në veri. Patjetër që në veri është dhe rruga e Kombit, e cila u la rrugëve si të gjitha rrugët e tjera, natyrisht në një stad më të avancuar, patjetër, nuk e mohoj këtë, por tek e cila edhe sot vazhdon puna. Rruga Shëngjin-Velipoj është në jug apo është në veri? Unë them që është në veri. Dhe të gjitha këto rrugë janë rrugë të ndërtuara nga kjo qeveri. Që të gjitha. Dhe me përfundimin e rrugës Lurës preket dhe një destinacion tjetër fantastik, që është në rrugë e sipër, rrugë e Lurës. Dhe nëse ke parë planin aty, ka dhe të tjera projekte në veri, për infrastrukturën e veriut. Hekurudha, Durrës, Shkodër, Gjakov, Prishtinë, shkon për në jug, apo shkon për në veri? Po rruga Thuman, Milot, Baldren, Muriqan, shkon në jug, apo shkon në veri? Autostradë kategorisë A. Unë them shkon në veri, pjesë e korridorit blu Elez. Do akoma se ka shumë segmente tjera që janë investuar në veriun e Shqipërisë, që ishte cop-cop, më cop se sa jugu, edhe ai në kohën kur me demek shkonin dhe qeverisnin ata që e donin shumë veriun edhe që e përfaqësonin veriun. Edhe vetë Tropoja ishte një grop e zezë. Sot është një destinacion turistik. Ke shkuar në Tropojë? Shko në Tropojë. Nëse s'ke kaluar andej, shikoje rrugën e Valbonës. Po të informoj që e ka bërë kjo qeveri. Është një mrekulli, e vërtet, ajo zonë.
Rruga e Komanit është në jug apo është në veri? Që shpalos një tjetër pjesë të jashtëzakonshme nga gjepësit e Shqipërisë. Po rruga e Dukaqinit Eles është në jug apo është në veri? Do të vazhdoj akoma? Mund të mbaj këtu edhe një orë tjetër. Të siguroj, me segmente më të vogla, por do me thënë se të gjitha në veriun e Shqipërisë. Kështu që këto dëngla me veri e me jug mos mi tregoni mua i dashur, sepse unë edhe në gjatë jam edhe nga veriu dhe nga jug. Se kam pas bekimin të kem një gjyshe shkodrane, po shkodrane, edhe të kem një gjysh me prejardhje nga Berati, po lindur e rritur Den Babaden në Durrës, dhe gjyshet e tjerë nga Bregu, por ardhur nga Mirdita, do akoma. Kështu që Eles shiko gjej në një argument tjetër, të lutem, se nga fotografia dukesh dhe goxha burr edhe sigur nuk të shkon të humbasësh kohën dhe fytyrën me kukmjaçkat e Kënetës. Si rregull, të gjitha këto që premtoni para fushatës, ti dhe ai tjetri, në këtë pikë vjen keq, po më merr të keqen, duhet bëhen, por pas fushatës, këto fonde viden. Imagjinoni sa miliarda janë vjedhur tash 30 vjet, thjesht mendoje pak sa premtime keni, veç gjoba parkimi, tash 13 vjet, do ishte jo Tirana, por gjithë Shqipëria lule, po, me aritmetikën 77-42. Akoma vendos një gjoba 30 duhet jetë 300, por me 300 s'keni si të vjedhni se s'parkon më njeri. Luan, a e kupton se sa jo serioze është kjo? Për ty, jo për mua. Kupton se sa jo serioz është i gjithë ky muhabet. Qa do me thënë kjo? Qa do me thënë kjo që veç me gjobat e Tiranës të parkimit do ishte bërë Shqipëria lule. I ke brënë e lapsit, i ke parë sa janë. Nuk e di, s'di qatë. Por që t'jemi shumë të qartë bashkë për një gjë se kjo ka rëndësi. Ne jemi qeveria. Jemi shumica që qeverisë dhe ju do vazhdojnë qeverisë. Dhe ne nuk bëjmë premtime elektorale. S'kemi bërë as në 2021, as në 2017 në aspektin e punëve. Sepse në aspektin e punëve ne ndajmë informacion me publikun. Pra, çfarë do bëjmë është pjesë e planeve tona, nuk është pjesë e ëndrave tona. Ëndra jonë është një, Shqipëria në Bashkimin Evropian. Të gjitha të tjerat janë plane. Dhe janë plane qeverisëse. Dakord? Kështu që nuk janë premtime në sensin që hajtë ta marrim mirë votën, pastaj shohim e bëjmë. Qysh veshet si adoleshent, po mundohet mi manipuluet të rritë marrët qoftë Avdul Hajrullaj. Avdul, nga emri që më duket se është real, them se je nga shqiptarët e Maqedonisë Veriut dhe qofsh me shëndet, dhe qofshin gjithë mirë me shëndet, por tani edhe ke veshja do më futesh Avdul, po qa po duhet ty si vishëm para punës? E dyta e punës, besoj që kjo puna e veshjes time është shumë e vjetër, kjo nuk është sot. Nuk u rrita e u bëra 60 me kostume, tani pa pritur, po dalë me bijama rrugë, që të manipuloj të rritë, si thuti. Kam përshtypjen që je komplet gabim,
edhe kam përshtypjen që duhet të riqesh i qik, të bësh qik mbrapa, jo shumë afër kënetës këtu. Jo shumë afër kënetës këtu, se kjo këneta këtu ka aftësinë që të thik nga Maqedonia e Veriut ku je ti të merr të thith e të bën qesharak atje. E kupton? Fjalë vërtet, Abdul. Dimitri Likolari. Usht populli budalla besojnë mashtrimet e Ramës Hajdutit, mit të haubëj do vuani së të jini gjallë me këta. Shiko, në momentin kur ke thënë është populli budalla, i ke thënë gjitha lidhur me veten, jo me popullin. Kështu që çfarë do të them unë? Si të ta shpjegoj se kush është budalla në këtë mes? Asnjë rrugë në Shqipëri nuk është bërë me të gjitha parametrat. Sa e mirë, Hamza. Çdo rrugë në Shqipëri, sa e mirë, që ne kemi ndërtuar, siç e thashë më parë, është ndërtuar me të gjithë parametrat. Pse? Edhe për një arsye plus, përveç se jemi ne shumë të përkushtuar ndaj këtij fakti, por edhe për një arsye plus, sepse pjesë e madhe e rrugëve kombëtare, e rrugëve kryesore, kanë në financim përfshirjen e institucioneve financiare europiane. Banka Europiane për Investim dhe Zhvillim, Banka Europiane e Investimeve, plus në një rast Banka Botërore etj. Dhe nuk të lënë, nuk të japin legët nëse ti nuk respekton standardet. Kuptove? Rrej sa ma shumë, aq ma shumë do rish në pushtet fallxori më i madh i planetit Ariz Arabaj. Po për shembull, po çfarë po të rrej ty Ariz? Kot për ta ditë, për kuriozitet, e di që nuk je këtu dhe nuk më flet dot, po për çfarë për shembull po të rrej ty sa ma shumë? Për çfarë? Po syt që lavdi Zotit i ke si Shqiponja, pse nuk i hap një herë fort edhe të shofësh rreth e rrotull, e të më thush ku të duket ty Shqipëria njësoj si ishte kur unë mora detyrën? Ku? Më trego një gjë që më thuj këtu Shqipëria është njësoj si ishte. Se më keq nuk ta pranoj fare, dhe patjetër të argumentoj pse, po më thuj këtu është njësoj si ishte. Se po të ishte Shqipëria njësoj si ishte, nuk ishim sot para derës hapur të Bashkimit Evropian, am kupton. Se mirë dakord, unë jam fallxori më i madh i planetit, edhe po të bëj ty magji. Por është gjithë ajo strukturë, janë 1000 veta. E kupton ç'do të thënë? 1000 veta lodhesh ti numërosh në Bruksel, në të gjitha drejtoritë, sipas të gjitha fushave, që merren me negociatat, 1000 nga ana jon, 1000 nga ana e tyre. A e kupton apo se kupton? Dhe ata nuk shohin atletet e mia. Ata nuk dëgjojnë muhabetet e mia. Ata shohin faktet. Ata i referohen shifrave. Ata kanë instrumenta shkencore, metoda shkencore të matjes progresit. Nuk merren me portale. Am kuptove? Dhe prandaj thonë Shqipëria sot është pararoja e Ballkanit, që ishim rrima e fundit e kavallit. Ishim më keq se Bosnia. A në kupton, apo s'në kupton? Zoti madh. Mos folni me hajnin kryesor, ku gati komplet qeverin e ka në burg. Fadil Gashi. Edhe Fadili, nga jashtë kufive, edhe nuk është votues patjetër në Shqipëri, s'ka as drejt votë në Shqipëri, por si vlla shqiptar, është i mirëseardhur të shaj edhe me shumë respekt, pa sharje,
I them Fadil, qeveria ime është e gjitha në detyrë. Dakor? Në procese me drejtësinë kanë qenë dhe janë ish ministra dhe nuk janë asa qereku i qeverisë që unë kam sot, në numër, pa harruar që unë kam pasur mbi 60 ministra. Tani që do me thënë kjo? Në ndërkohë që u po them tjetrën ty, që nëse sot ka ish ministra, kryetar bashkie, personalitete ose figura, po themi, zyrtare, tjerë, në problemet hapura me drejtësinë. Si erdhi kjo ditë, Fadil? E ke bërë pyetjen vetes apo jo? Si erdhi kjo ditë? E solli Zoti këtë ditë? Vetë? Pa ndihmën tonë? E solli Amerika me aeroplan këtë ditë? Apo e solli BE-ja me anije? Se Amerika dhe BE-ja aty kanë qenë që në 91. Dhe ti jo vetëm që nuk ke parë kur një jetën tënde, një ministër apo një kryetar bashkie, do me thënë nuk ke parë kur një individ të fortë të lidhur me pushtetin, apo qoftë dhe kriminala të botës krimit nga ata me damk që të jenë nën goditjen e shpatës drejtësisë. Po ti ke parë gjëra krejt të kundërta me këtë. Ti ke parë për shembull qeveri, kryeministra që vrasin njerëz. Këtu, poshtë dritarëve, janë vrarë njerëz. Të pafajshëm, qytetarë që erdhën të protestojnë këtu. Poshtë dritarëve. Dhe dritarët e kësaj godine që është kryeministria, u bën frëngji nga ku dolën pushkët e shtetit. Ti ke parë qeveri që hedhin në erë zona të banuara, dhe vrasin njerëz, dhe plagosin njerëz, dhe shkatrojnë prona. Ke parë nëseve. Jo në film, jo. Në realitet, këtu, në Tiranë, apo si ke pas menin. Dhe nuk u ka hyrë gjëm në këmbë. Dhe jo nuk u ka hyrë gjëm në këmbë, se nuk po të shkoj më tutje, që ke pasur ti këtu, dhe do të kesh parë këtu në Tiranë, president që kanë hedhur Shqipërinë në nerë, kanë provokuar vrasjen e 4.000 njerëzve, duke nxitur popullin që të shkojë të fusi lekët nëpër piramida, por nuk po të çoj deri atje. Nuk po të çoj as kur vinin me armë, edhe me ato murtajat që mbahen në krah, këtu para kryeministrisë, për të marrë pushtetin. Ca Honxho, që sot du të bëjnë Shqipërinë madhështore. Dhe asnjëherë nuk e para ma një prokuror që ti thrasi këta, e ti thoture, quo vadis domine. Deri për para pak vitesh. Altin Dumanin kur e ke dëgjuar ti, Fadil, se me siguri e ke dëgjuar. E ke dëgjuar para 10 vjetësh, para 15 vjetësh, apo para 20 vjetësh. E diti që Altin Dumani ka qenë prokuror në detyrë në ato vite që unë po flas, po ti nuk ja ke dëgjuar e mirë. Prokuror i Zoti, i përkushtuar, i ndershëm, patjetër, i ndershëm, i vendosur. Po, s'ka thirrë në herë në një që ti thot, hajde këtu ti. Si vrave ti 4 veta? Sepse nuk e kishte shpadën. Qatë triste, këtë triste. Madje, shefja e madhe e
Altin Dumanit, ishte prokuror e përgjithshme, vetëm se çoi një cop letër për ca drejtues policie dhe i tha, hajdeni t'ju pyes ç'a ndodhi, u gjend në pozitën që të shofi kryeministrin në televizor, që i thot popullit që ajo është një lavire. Më përfituron dot ti mua, Fadil, që të dal edhe të them kush vjen të protestoj tu poshtë penxheres do ta vras. Dhe më përfituron dot që ta vras vërtet. Dhe më përfituron dot ti sot që të dali të çoj letra Altin Dumani për të thirrur, për të kërkuar llogari për këtë punë, dhe unë dal në televizor e t'i them popullit që ai është një lavire, i parafituron dot këto ti në asnjë mënyrë. Janë të paimagjinueshme. Po e di pse janë të paimagjinueshme? Sepse ky që shef ti këtu, bashkë me atë partinë socialiste që sipas teje s'duhet me i fol, e kanë sjell ditën për shqiptarët, që shqiptarët se kanë pa që nga 1912. Sepse ne kemi dorëzuar tek drejtësia shpatën e ndëshkimit që i takon drejtësisë. E ka ajo zonja drejtësisë, e ke parë atë statujën e zonjës drejtësisë, e ka nxjerrur her pas here. Ka një shpatë ajo në dorë, ka dhe një peshore, ka dhe sytë e mbyllur që mos shofi kush je, hiç. Po vetëm të gjykoj çka ke bërë. Po ajo shpata ishte këtu ke zyra ime. Ishte trashëguar që nga 1912. Njëri pas tjetrit. Mbretëria, diktatura, demokratura, dhe përdore ajo shpata sipas nevojave, orekseve të kësaj zyre këtu. Prandaj Shqipëria, burgosurin e fundit politike ka në demokraci. Fatos Nanon, e njeh Fatos Nanon, ke dëgjuar në një? U fut në burg me urdhër nga i pari. Sot këto janë të paimagjinueshme. Po pse janë të paimagjinueshme? Sepse ajo që kam bërë unë me Partinë Socialiste është e paimagjinueshme. Hidhu përpjet ti, bashkë me të gjithë kukumjaçkat dhe insektet e kënetës, nën ritmin e bufit, po e vërtet është kjo. E vërtet është vetëm kjo. Dhe nëse sot ka një spak, dhe nëse sot ka një Altin Dumani, që meriton respekt dhe solidaritet për të gjithë ato sulme barbare që i kanë bërë atij dhe familjes, kjo ndodh sepse sot ka një drejtësi të pavarur nga pushteti politik, për asnjë arsye tjetër. Dhe drejtësinë e pavarur nga pushteti politik e solli në këtë vend Partia Socialiste e Shqipërisë, me mua në krye. Do ti, s'do ti. Dhe nëse ne e hodhëm këtë hap, ose më saktë i hymë deri në këmbë, ti mendon që nuk e dinim që një drejtësi e pavarur do të godiste edhe brenda nesh? Po ti i ke dëgjuar ato që kam thënë unë kur kërkoja reformën drejtësi dhe kur këtu më ishin ngujuar tek çadra, Luli e kompania dhe vinte bufi her pas here që përgdhelte Lulin këtu, edhe ja jepte klithmave kundër penxhereve lart. Më ke dëgjuar kur kam thënë duam një drejtësi që të mos shofi majtas djathtas, po të shohi vetëm drejt dhe të godasi majtas dhe djathtas, po majtas kush ishte? Stamo Dumua,
Fadil, je goxha burr. Shpresoj që të kem ndihmuar që si burr mos jesh qesharak. Duhet marrosh ato që ke lënë po marru, pastaj bëj plane tjera 3D. Eridioni, unë të jam përgjigj një herë ty. Dhe nuk kam çashtoj, po ditë them këtë, që çfarë ke parë dhe çfarë kanë parë 3D, janë bërë realitet dhe janë duke bërë realitet. Këtë ditë them. Mire ke bablok, u adi shihet dhe miden, ky popull me cirk, me tallavaj, me bufi në përkëmbë kënaqet, po se çfarë ju ke dhënë tash 12 vite, çfarë mbetet në fund muajit për bën problem. Mjafton ti